Vëllezër të dashur, a disha dhe me thonë me jetu në ndershëm dhe dhanë këtë dunjan, mos me dash me hakin e ujë. Edhe kur gjikon me gjiku me drejtësi bre, edhe kur a kundra teje, sepse vallahi që kanë thonë të njëherë shtire me shmu gjenet. Në të nanë t'jemi shkosh për pa drejtësisë. Dhe në tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se për shenjave të kiametit është kur njeriu merr detyrë pa merit. I mushum institucionet na me njerëz pa merit. A e ban kabull, e ban kabull me jetu me hak të dërguj, sepse s'është i dishëm për atë punë. Por mos u ban marak se në ditë këmbëllon momentit të gjithë me ndogari para Zotit më të rishëm. Andaj ju xhamatin ndershëm, ju e dashur rini, por mbaju ligjeve të Zotit më të rishëm. Riskë në dorë të Allahut, por mos prano me u pozicionu me të padrejtjen për shkak një kafshatit bukës. Sepse ka thonë Rasulullahi, e dhulmu dhulumat, padrejësia është errësirë që të arson jetën këtë botë dhe botën tjetër. Dhe s'munësh me shiu jetën se ti je rrështu me të keqen ose me të padrejtjen në dunjë dhe në ahiret. Pra vëllezër të dashur, të në parime që ka përcaktuar feja jonë, dhe ne duam që të arritim një brez të shëndosh, të arritim një brez që e do drejtësinë, të jeti drejt në familje, të jeti drejt në treg, të jeti drejt në pushtet, të jeti drejt kudo që t'jetë, sepse këto shembuj që po i themi ne kanë mbet vetëm tregime, e në realitet bota islame u shkatru për shkak të padrejësive që bëhen brenda tyre. Pra drejtësia është themeli mbi të ndërtohet e ardhmja dhe ne duhet i përmbahemi këtij parimi, tu pe përfundoj për shkak kohës. Walhamdulillahi rabbil alamin.